Ja, tamam koka. Nuk ka kësi që... Nëjse, ma grejt e pak fyqtin. Ha, po motësha? Inshallah si ke njoftu ti para prakisht këta. Jo, absolut. Për nime? Absolut, jo. Po këta e di se unë jam... I rregull, po dhe? I rregull, po. Si ti në Bosnë, një. Po, edhe të Bosnës, veç ma ke bo pelem, ma ke mshel një derë po mdo këtë Bosnë. Jo. E s'kum guzu me u dok, mani. Jo, s'është të vërtet. Ta shumë ta msheli ty këtu. Napoletana! La Napoletana. Qa ty bo ata? Që të buhet, po. O, flaka, shkaj ka qëre drunit që dje ka njeri. Arrova mja u këqyr rivion so e ka njeri këta. Se e kena që trep, për shambull thamna janë, e ka shumë të rëndësishme. Pritoj. Kudo që shkojna, i këqyr rivjujat një. Pritoj. Po edhe si dukuri, është neve na vjen ma letë me dhonë reviewja të këqe, se sa reviewja të mirë. E vërtet. Po se të, qysh me thonë, të shtynë ma shumë kër e kini eksperiencë të keqe, me shkërujt edhe me bo e vërtet. Ajo është njerëzimi, që ashtu funksionon njerëzimi. 4.7, decent e paska. Red ku është bre numre sa njerëz tash kanë votu këtë. Po të qëtë 119. 119 reviews, okej. Let's go! Fantazi. Edhe unë të jam, do me thonë që ta është mu i me konë subjektivë në gjykim, se kur jem barë këtë thotë që shto do me thonë gurë me biber me qita. Jo, me po që pizza është e mirë, ma merë mendja mu. Hajde me një ati këshyrëm qmimet pak. Pizza, 3.55. Ko gjatë dinjitoze i pas kanë këto qmimet, po menaj very affordable. Fungi, 4.6, rukolla, 5.7, tuna, 4.6, 6.6. Do me dhonë për masa. E vogël e madhe. Po, vogël 26 cm, e madhe 32 cm. Okej. Ka gjatë të arsyshme, si të mos me raport me qatu pizzeria që ti përmena me herët, do me dhonë do kështë ma inferiore qmime. Okej, super. Unë përshpresoj që ka me të përqy pizza dhe ka me qenë, se sot që është qmimi duhet me qenë anglishtojnë value for money, apo? Qashtu. E vërtet. Se funit ti po dënë me hongër diçka mirë. Absolut. Une, për me provu pizzën tamam qysh është, duhet me përësit një margarita. Qa të i që është e thjesht edhe mund është me provu tamam edhe brumin, edhe sosin, edhe margarit po thua? Një margarit edhe një e pysim çka po na rekomandojnë. Do me thonë, orë bre është njëri eksperimente, një ditë më shtini me hongër pizë tëmëll dikon bre, oja bëjsha mobre, se po fritoj mobre, dhe i ke qele diapazonin pak. Dojna me provu një margarita, tamam një të madhe, edhe po dojna me provu një që si pikante. A kështë rekomandu edhe diçka tjetër të neve këtu me provu, a është... Pizzeria Bianco Tartuf edhe pasta pollo. A bën një Bianco Tartuf? Bianca Tartuf? Bianco Tartuf, pizze bardh me tartuf. Me vaj tartufit, apo? Perfekt. A kene edhe me ananas në një për orë, bre? Qa pëtanë, burim? Me pi, kalzon ti qka rekomandohet zakonisht me pizza? Pizza me Coca-Cola, burim. Po, dhe që ata dhe, Coca-Cola kesh po të qa me dhonë. Mos po ma bëm bajat, se veç bajat po ma bëm. Coca-Cola, hajde, valenderit, hajde. Qka po menën që e bën këto ma të veçantë, la napoletanën të i pizzeriave tjera Prishtinë? Po ndoshta mënyra e përgatitjes brumit është shumë ma specifike se sa pizzat e zakonshme që jemi mësuna. Pizza napoletane bëhet zakonisht veç me 4 përbërës. Miell, krip, ujë edhe tharm, pasat që i thonë. Edhe procesi i fermentimit zgjat ma shumë. Zgjat prej minimum 24 orë deri në 28 orë. Edhe dhe me të na që i thonë me ardhë brumi, zgjat pak ma shumë. Qka e bën kjo? Kjo e bën brumin pak ma të but edhe e bën ma të tretshëm për me hongër. Që ky brum është qaq i hidratum, sepse proporcioni i ujit edhe i miellit është gati 50-50, që ky brum masnej
Pizza duhet më pjekët 60 deri 90 sekonda më shumë ti, në një temperaturë të lartë, deri 450 gradë Celsius. Pra edhe një herë që ky procesi i fermentimit zgjat 24 deri 48 orë. 48 orë është po mdoket optimumi. Pra secili biznesi i cili bën çit lloj të pica dhe duhet me mendu 48 orë përpara për nivelin e biznesit sa ka me kishit e tjera. Jo. Po. Që kjo ke margarita. Kjo margarita, perfekt. Pizza margarita. Perfekt. Pra, ato klasiket napoletane kanë që kras që thonë kanë pak më të madhe, po kjo është një falsi lloj hibrid. Sani që duhet na me këshyr mas pare të që kjo pizza është çdo që është pjek mjaft. Okej. Është pjek mjaft, edhe po duket që është pjek mjaft. Tash e ndajnë pizza zakonisht hahet me dorë, ndajnë çështë që. Edhe një farë testi i pizzës të mirë është që kjo kur të bën çështu, kur të ndryhet çështu apo rën drejt. Po, apo bjen, si të bjen. Qëre, mundet me ndodhë në pizza napoletane me ra, sepse është shumë e hollë, është kjo shumë e hollë. Mundet me ndodhë me ra, po si të bjen do të thotë që nuk o pjek mjaft, ose përbërësit janë shumë të langshëm. Okej. Hajde. Që s'do të me qenë. Që edhe tjetër arë. Ma thajë. Edhe kja e lejtë me përshut. Let's go. Qa po mendon? Ka gjë e sheshme. Për i me e sheshme koka. Edhe po më pëlqen se koka ma e letë. Se me dhonë s'po të lëkon, për vrejnë ka fshat parë, për vrejnë që më nësh me hongër këto. Pikrisht, që kjo procesi i fermentimit e bën shumë ma të tretshme. Okej, jo po vrejet edhe në për typje kështu, kur përbi, pjesa jam e preferume, dhe me dhonë e urrej me kom pizza e bordë për funi. Nuk e di tash garant së është normale me qenë, po që shto pak si e rashkt, është halo ma plus. Apo mund është me i dalu gjithë përbërësit, po me në salcën, djathrin. E vërtet. Veç pak e qap majonezën e kështu gji. A i të thysëm pa vaj djekë. E rekomandën, arbër me shtu gjona, është, si me dhonë me rekomandushme me hongër që ashtu që shta bjen prej kuzhinës. Ja, po kjo është preferencë se cilit njeri, mirë po... Po dhe apo, që nëse është pizza që shtu e te bën djekës, që shë bona unë e qëta është e, të ma janë, ka shumë pesha jo se janë rënë komplet shien. Jo do mos dëshmëresh, vise bën pak ma djekës që ta kona aty, jo do mos dëshmëresh. Vetë një sen që i kësha thonë në pak, nuk o kam pëlqenë, është që kjo salca e domateve, është pakës e thapt. Sepse domatja si domate është ka aciditet të vetin, edhe pak po më vjen si një farë aciditeti, që kjo është një sen i vogël që i kësha thonë në përqëtis. Okej, unë se pas nga vrejt, po e maj, të gjëgjë. Që kjo është ajo pikante me suxuk edhe me jalapeno. Se për shembull si sajna, s'ki nevojë me shtu djekë, se kjo është djekë vetë. Hajta shohim, edhe njerë, opa, e mirë e pjekun e mirë. Hajta shohim si. Mjaftë e djekës, proveja. Po tutna të me dhonë, qëfar reagime e poti, arbre, kër e gici, qëfar nivelli djekës, të unë e ha djekës. Po. Abre. Bëna, po. Tamon është i balancu. Ja, tamon koka. Nuk koka kësi që... Nëjse, ma grejt dhe bak fristin. Amo, nice koka. Kjo pizze bardë me pas domateve heq, vetëm... Okej, nështë se njën tash qatë aciditetin që tha. Jo, po shpresoj që jo. Okej. Edhe... Ta këshyrim njejt e pjekun mirë. Okej. Ta shohim. Kjo, me këpurdha, shampinjona që përthojnë, edhe e kanë qitë vajnë e tartufit, me pas një farë shijet të tartufit. A nice? Hajde përën. Hajde shkojnë. Kjo, mu s'pret shumë për me e tash se unë e kom një problem me tartufin njeri. Së më pëlqenjë përbërësit që janë shumë prezent në për... E ka një herë. Jo, tam. E ka një tronë që ta lenë fund. Po, a na shkalloje që ato pizza si pizza. Si kombinim, apo do këtë interesant? Si kombinim interesant kështu.
kur po bëhet pizza dhe me pineapple, dyqysh, veç ka sens. Se që kjo pjesa qëto? Kjo pjesa qëto? Është e pjekne, po ekziston mësia që jo bo qështu, nëse i ka mbet mill për fundi aty. Po, u djega. Edhe vjen një farshije pak me djego. Si ma djego. Hajde Arber, shkoj me vlerësimin final, do me thonë. Dita tjetër ke pas ko me reflektu, go! La Napoletano unë shkoj që është prej pandemisë, vizitoj qitë restoran dhe më pëlqejnë për një me produkte të tëne, për ndryshë sa di unë është udhëheqet për një familje, që është një koncept bashkë simpatik. Ja filloj me cilësinë e ushqimit. Këta përdorin produkte cilësore, millin e kanë tipit 00, mozzarellën e kanë shumë të mirë, mishin e teron, sugjukën e kanë për një me shumë kvalitet mirë. Një sen vogël të cilën e kom përmendur edhe në video, është që kjo salca e domateve, e cila është pak acidike, të cilën këta mundën me përmirësu hiq pa kurfar të lashe. Edhe qatë pjesën, kur të pjekin pizzën, mos me djeg millin. Është e përmirësueshme, për ndryshe edhe një sen tjetër që ajo pizzat me tartuf, me vaj tartufi, s'ka pas nevoj me qitë bazilik aty hiq, sepse është një shprehje në anglisht, less is more sometimes. Shërbimi, burim, korrekt, stafi i mirë, një produktet, ka bën rekomandimet sakta, ka një përmirësim dukshëm në shërbim në këtë restoran prej kohës kur unë pa ta fillu me shku, ja ka nisë me komuniku ma shumë, me kesh ma shumë, se po mdokët për para e mërshim punën ma seriosisht dhe ishin shumë ma serios. Ambienti i thjesht, simpatik, por unë mendoj, burim që ka pas nevoj pak mja nalë zonës asaj muzikës, apo? E vërtet, veç mja nisë me këcy, do me thonë, për pak problematike, se u dëfke ka pak me bërtit, po qëto, dorën zamër, pak është shtirë me i fajsu, unë e menaj, për shkak se në momentin që e nol zonin edhe e bën ma optimal, janis masnej mund është me i një tavolina tjera dhe për punën tonë, kishë mujt me i shqetsu edhe tjerë. Po, ka sen që po dhush, ka sen. Po, anyway, sigurisht është për, si me thonë, me reflektu edhe në këtë pikë. Po. Higiena, okej, në sen që kisha thonë që ato menyt, munden edhe duhen mu pastru në baza ditore për me qenë ato më të pasta. Menyt. Apo, a kënë gjitha menyta? Po, pak kënë me pika. Apo, okej. Unë besoj që duhet që ato me bo. Po, e vërtet. Veli formani vlera për para, po besoj që të dytë po pajtohëm që ke... Ja, vleti njeri, so ke 5 euro. 5 euro një pizë, po. 5 euro ke fantastike, do me thonë. Definitivisht, ja ka vlejt kështo. Po, definitivisht. A vlerësimin final... Para se me bo vlerësimi final, e kësha bo edhe një kategori prania e këti biznesit online edhe vlerësimit në Google. Ta në logarinë e tërë në Instagram e kishën 25.000 followers, që është fantazi. Për cilit vetë operojnë? Nuk e di, po unë... A janë mas pandemisa para? Jo, po më do këtë jenë para pandemise, kam pas një lokacion tjetër, ta shpandar qëtu, dhe me 25.000 në Instagram, edhe kishin vlerësim shumë të mirë Google, prej 119 vlerësusve, e kishin 4.7 që është për një me shumë fantastike është. Unë besoj që këta mundën me rritë dhe qitë prezencën ma shumë online, edhe me postu ma shumë, se s'ta shqyshe pash, ata po postojshin një herë në muj. Përvoja për gjithshme, bërim, unë e pajtona me kretë këta vlerësusit e Google, po vënoj që 4.7 është një notë shumë të lide, është vlerësimi real, e për me arrit deri 5, po më do këtë veç që to sanet e vogla mundën me regulua dhe bëhet një vend perfekt me shku me angër pizë.